kanë qenë dy bloqe interesante lëvizjet që kanë ndodhur brenda këtyre dy bloqeve politike shqiptare. Dhe me që jemi tek fjala reform, këto zgjedhje dhe rezultati i tyre do t'i reformoj, ose parashikon se mund t'i reformoj partitë politike shqiptare, ose dhe kampet nëse nuk do kemi ndryshime mbas rezultateve, se duhet pasur dhe kjo në konsiderat, se mbas si dalin rezultatet, protagonistët politikë sikur ndryshojnë mendje nganjëherë. Fatjona, po e them sinqerisht, gjithçka do të varet nga epilogu i zgjedhjeve, nga rezultati i zgjedhjeve në komunën e Çajirit dhe sidomos të Çajirit, po pse jo edhe të Tetovës. Humbja apo fitoria e rivalve respektiv në këto dy komuna kanë për të qenë një vendimtare për shkëlqim rënjët, si të them më butë, respektive si të grupimit politik Vlen, apo edhe të Aleancës Kombëtare për Integrim, saktësisht të Bashkimit Demokratik për Integrim. Që t'jem më konkret për teleshikuesit, mendoj se kush e fiton Çajirin në këtë betejë të jesh atë mos jesh, të jesh atë kesh, kush e fiton Çajirin, ai do të imponohet si fitues i këtyre garave. Natyrisht se fitoria apo humbja edhe e Tetovës do të ishte një arkëtim goxha në peshë për të dyja kampet rivale. Një nga elementet që ngjall gjithmonë shumë diskutim janë edhe liderët e partive kryesore shqiptare, po themi jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, po edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Një nga vështirësitë më të mëdha që kanë këto parti të mëdha politike janë krijimi i figurës së pasardhësit. Si duket është shumë e vështirë që të rinë të konsolidojë një status, një staturë politike që të jetë bindëse për të bërë pasardhësit. Pse kanë kaq të vështirë partitë e mëdha politike që në vite, në eksperiencë, të ndërtojnë edhe 1 ose 2-3 figura që mund të shihen si pasardhësit e mundshëm? Nëse mendoni për zotin Ahmeti, kam përshtypjen, mbase mund të jem ndër të rrallët, se zoti Ahmeti deri në momentin që po flasim, nuk ka humbur asnjë cikël zgjedhor. Dhe kjo i jep të drejtë atij që dhe antarëve të partisë së tij që ta drejtoj këtë subjekt që e ngriti vetë deri, le të themi, në humbjen e parë të një cikli zgjedhor.